Jo të gjithë kanë kaluar në këto anë, por patjetër keni dëgjuar për shargjinjt, për sharat e Pukës. Në këto pyje të dëndura e të bukur pishesh, punoj së bashku me shokët e mi. Në brigat jemi pak vetë, gjithsejt 7. Të gjithë janë shargjinj me përvojë, ndërsa vetëm unë jam më i riu si në moshë ashtu edhe në profesion, megjithse ka kaluar afro një vit që kur ndodhe me distyre. Ka kaluar afro një vit që nga ju ditë kur erdha për herë të parë në këtë sektor, në qytetin e shargjinjve. Ishte e verë atëre si tani, po për çuditën sektor pothuajse nuk lëviste asnjëri. Mendoja se aty do të gjenja mjaft shok dhe miq, por ndodhi ndryshe. Kjo qetësi më krijoi përshtypjen sikur isha banori i parë i kësaj qyteze. Po ku mund të ndodheshin shargjinjt? Ku? Në sektorin e shfrytëzimit, si zakonisht. Si duket, ata fillonin punën shumë herët. Ej, shok, kujdes, por shqasin trupat në përlugjet. Thirrja malsorit sikur më solli në vehte. Tani ndodhesha fare afër sektorit të shfrytëzimit. Sa shumë janë shtrirë brigatët e shargjinjve në përpyje. Nga do që të shkosh patjetër do takosh me këta banor të përhershëm të pyjeve tona, në qoftë se mund t'i quajmë kështu shargjinjt që shfrytëzojnë vazhdimisht edhe me kriter pasurit natyrore të vendit tonë. Teleferik, edhe këtu në sektorin ton, pas kanë vendosur një teleferik. Sa shumë po ndryshojnë kohët. Dikur Timeti, sot pensionist, dhe shokëve të tij shargjinj, o dojë të mbanin trupat në krah, çdo gjë dojë ta bënin me forcën e krahut. Sot mekanizimi i proceseve të punës është shtuar kudo, bile edhe këtu në këto pyje për lëvizjen e trupave, transportimin, prerjen e tyre. Jam në fund vendi ku punojnë sot shokët e brigatës sime. Ishte hera e parë që takoheshe me ndrecën, brigadierin dhe shokët e tjerë të brigatës. Që ditën e parë midis tyre fillova ta ndjej vehten si midis vëllezërve të mi, se ata me të vërtet shkojnë midis tyre si vëllezër. Kjo quhet brigata e veteranëve të sektorit. Vetëm unë, siç thash, jam më i riu si në mosh, ashtu edhe në profesion. Ndreca u mundua të mbante pranë, se duket sa të kaloja ndrojtjen e parë, vështirësitë e para të punës. Ndërsa punoja, her pas here u hidhja nga një vështrim shokëve të tjerë. Akoma nuk e njihja mirë. Sa e pata lakmi prengën, a e përdorte shumë mirë motosharën. Dëshira që më lindi atë ditë për të punuar me motoshar, mbeti dhe u bë qëllimi im. Zhurmën e motosharës si kur e mbyti një zhurmë e fort, ajo e një traktori me samar. Ishte hera e parë që shikoja një traktor vetë ngarkus. Tek ne, më thanë shokët,
më shumë se gjysmë e punës kryhet me mjetet mekanizuara. Kjo gjë ka shtuar shumë rendimentin në punë dhe ndihmon për të përballuar të gjitha kërkesat që nga dita në ditë rriten. Kjo ishte dita e parë me përshtypjet e saj të para. Pastaj ato rodhën njëra mbas tjetrës, duke lënë secila prej tyre kujtimet dhe mbresat për njerëzit dhe punën. Por nuk mund të haroj edhe mbrëmjet e para. Të ktheheshim në sektori ndjeja muskuj të mpira nga lodhja. Nuk e bëja vehten. Më vinte rënd nga shokët e mi që megjithse më të vjetër e ndjenin vehten më të freskët. Mbrëmjeve qyteza fiton të